përpara godinës. Kreu i qeverisë Edi Rama priti në godinën e kryeministrisë familjar të 4 protestuesve të vrarë me 21 janar 2011 me rastin e 15 vjetorit të ngjarjes. Në fjalën e tij, kryeministri rikujtoi rrethanat e protestës, duke theksuar se demonstruesit nuk kishin hyrë në ambientet e kryeministrisë dhe situata sipas tij nuk justifikon përdorimin e armëve. Drejqe e di çfarë i tha dhe çfarë u tha mendja ati që e urdhëroi dhe atyre që e kryen atë krim shtetëror të pashëmbullt për Europën demokratike. Kreu i qeverisë u ndal edhe tek procesi i drejtësisë, duke shprehur zgënjim që edhe pas kaq vitesh, çështja e 21 janarit mbetet e pasbardhur plotësisht. Fatkeqësisht, për vite me radhë, edhe vetë SPAK-u bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Pavarësisht se bëhet fjalë për krye çështjen mes çështjeve të lidhura me abuzimet e pushtetit politik në Shqipëri. Më pas kryeministri Rama së bashku me familjarë dhe përfaqësues të Partisë Socialiste zhvilluan homazhe në bulevardin Dëshmorë të Kombit, duke vendosur lule në pllakat përkujtimore. Ndërsa familjarët e viktimave përsëritën kërkesën e tyre për drejtësi. Sot shpresa jone vetme është vendosja drejtësisë të ndeshkimi i autorëve të vrasësit të 1 janarit nga SPAK-u. Vërteta duhet dalë në dritë dhe përgjegjësit të përballen me ligjin pa asnjë lloj mbrojtje apo ndikimi politik. Kujtojmë se me 21 janar të vitit 2011, gjatë protestave që u zhvilluan nga opozita asaj kohe përballë kryeministrisë, humbën jetën Alex Nika, Ziver Veizaj, Faik Myrtaj dhe Hekuran Dedaj, të cilët 10 vite më vonë u shpallën nga qeveria aktuale dëshmorët të dheut.